Sipas të dhënave të Qendrës Operative të Shërbimit Korrektues së Kosovës, gjithsej 1509 të burgosur kanë pasur të drejtë vote, ndërsa nga ky numër kanë votuar 653 të burgosur. Deri në këto momente e kemi edhe një lidhje direkte gati, nëse nuk gaboj, aty na pret kolegja jon Artina Breznica, por detajet nga kjo lidhje do të na tregoj vet ajo. Artina, përshëndetje, lidhja për juve. Fluksi i madh i qytetarëve tani po shohim që shtuar në shkollën Isa Boletini këtu në komunën e Podujevës, një qendra e dytë më e madhe për votim, ku shihet që i ka pra 7 vendvotime dhe ne po shohim një numër të madh të qytetarëve. Marr parasysh që deri më tani 31.3% të qytetarëve kanë shfrytzuar të drejtën e votës, po pikërisht në këtë komunë, por ne kemi qëndruar edhe gjatë ditës në këtë shkollë dhe kemi parë shumë pak qytetarë të cilët kanë qenë duke votuar, por me sa duket, me që jemi në minutat e fundit të mbylljes së qendrave të votimit, pra të procesit të votimit, shohim që është shtuar numri qytetarëve për të votuar. Pikërisht në këtë shkollë ne ishim edhe në qendrën më të madhe të komunës së Podujevës, pra që është shkolla Dr. Ibrahim Rugova, por nuk ishte në gjendje të tillë, por shohim që këtu në shkollën Isa Boletini numër i madh i qytetarëve të Podujevës është pra për të votuar. Keni votuar, e keni lënë në... Mirë. Me sa duket janë me nxitim, ne po shohim përmes operatorit Henorit dhe lut që do të shihni edhe qytetarët të cilët janë me nxitim për të ardhur për të votuar në minutat e fundit. Po. Ndërkaq, ne padyshim që do të jemi ende në qytetin e Podujevës për të përcjellur, por për të përcjellur ende përgjendjen se si po shkon procesi votimit në këto minuta të fundit. Po e kalojmë linjën tek kjo. Mirë, faleminderit shumë Martina për këtë lidhje drejt për drejt, ashtu siç edhe paralajmëruam, shkojmë në Skënderaj ku po na pret gazetarja Gremisa Latifi. Gremis, përshëndetje edhe një herë për ty.